Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTS Gjirokastra. E nisim këtë ditari informativ me urimin për të gjithë besimtarët Bektashin, gëzuar festën e Sultan Novruzit. Sot është dita e Sultan Novruzit, nga festat tradicionale më të rëndësishme të besimit Bektashin. Paraditën e sotme në ambientet e TQ-së Zallit në Gjirokastër u zhvillua pritja tradicionale besimtarëve, të cilët kanë përcjellë nëpërmjet mikrofonit të RTS-s urimet në kuadër të kësaj feste për më shumë paqe, begati dhe mbarësi në të gjithë botën. Në stinën e pranverës, ndryshimet e temperaturave dhe çelja e luleve nxisin qarkullimin e virozave të ndryshme, po ashtu kjo periudhë shoqërohet me një rritje të rasteve të alergjive të stinës, simptoma të cilat shpesh janë të ngjashme. Këshilla e mjekëve është që për çdo simptom të shfaqur të konsultohen me specialistët përkatës. Këlqyra fal bukurive të shumta natyrore, investimeve të qeverisë dhe angazhimit të banorëve, po shndërrohet e gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar turistik. Të gjithë këto faktorë kanë kontribuar në rritjen e numrit të vizitorëve vendas dhe të huaj. Kisha e shenjtorit Mamas në Vrion të Finiqit ka një emër shumë të veçantë dhe të rrallë në të gjithë vendet e Ballkanit. Ky objekt kulti mbart një emër të shenjtorit të ardhur nga Azia e Vogël dhe ka tërhequr vëmendjen e shumë vizitorëve. Vijojmë gjërësisht me materialet e përgatitura. Sot është dita e Sultan Novruzit, nga festat tradicionale më të rëndësishme të besimit Bektashin. Paraditën e sotme në ambientet e TQ-së Zallit në Gjirokastër u zhvillua pritja tradicionale e besimtarëve, të cilët kanë përcjellë nëpërmjet mikrofonit të RTS-s urimet në kuadër të kësaj feste për më shumë paqe, begati dhe mbarësi në të gjithë botën. Besimtarët Bektashi në Gjirokastër kanë kremtuar sot festën e shenjtë të Sultan Novruzit, 22 marsi, përkohën me lindjen e Imam Aliut dhe njëherë azi shënon fillimin e pranverës, simbolin e ripërtëritjes dhe ngjalljes së jetës. Që në orët e para të mëngjesit, besimtarët janë drejtuar TQ-së Zallit, ku në drejtimin e babas Skënder Dervishit kanë kryer ritet fetare të kësaj dite të veçantë. Me emrin e Zotit fuqimadh më shumë. Ju urojmë gjithë besimtarë Ramazan të lehtë dhe Zoti ja pranoft Ramazanin dhe gëzohet për shumë vjet Sultan Novruzin. Sultan Novruzi është datëlindja e Imam Aliut. Në këtë datë të shënuar, besimtarët kanë përcjellë mesazhe urimi për paqe, begati dhe harmoni mes njerëzve në mbar botën. Kjo simbolizon festën e lindjen e Imam Aliut. Besimtarë më i madh, ne e njohim të gjithë muslimane. Dhe neve, unë për jetime kam festuar vazhdimisht. Është një festë e rëndësishme për besimtarët? Patjetër. Ishte të gjitha fetë të tjera. Edhe kjo shumë fe përparimtare me të gjitha rritet. Uroj të gjithëve gëzuar, shënet, mbarësi në dyert e tyre. Edhe sa më lart këto vëne. Këtu në Dylbe, futemi atje, lutemi. Edhe kaq. Është një festë e rëndësishme për besimtarët? Për besimtarët Bektashin, po. Shumë e rëndësishme. Ju uroj gjithë besimtarët Bektashi dhe të gjithë besimtarët e të gjitha sekteve të tjera që festojnë këtë festë të ditëlindjes të madhit Imam Aliut. Paqja, dashuria, mirësia qoftë mbi të gjithë njerëzit dhe të gjithë besimtarët. Dhe inshallah siç rilindi kjo ditë pranverore, rilind dhe dashuria për besimtarët. Festa e Sultan Novruzit është përjetuar me emocion jo vetëm në TQ, por edhe në familjet e besimtarëve Bektashin, të cilët e kanë përcjellë këtë ditë me rite tradicionale dhe lutje për mirësi. Në stinën e pranverës, ndryshimet e temperaturave dhe çelja e luleve nxisin qarkullimin e virozave të ndryshme, po ashtu kjo periudhë shoqërohet me rritje të rasteve të alergjive të stinës, simptoma të cilat shpesh janë të ngjashme. Këshillat e mjekëve është që për çdo simptom të shfaqur të konsultohen me specialistët përkatës. Në Gjirokastër janë evidentuar rritje të rasteve me viroza dhe alergji të stinës, ku përveç urgjencës dhe qendrës shëndetësore, shtim të rasteve paraqiten edhe në ambulancat e lagjeve të këtij qyteti. Mjekja Joana Ciko pranë kësaj qendre pohon se më të prekur janë moshat e treta.
Pranë ambulancës Dunavat të qendrës shëndetësore Gjirokastër, që prej janarit të këtij viti kemi hasur me një numër të shtuar të rasteve të pacientëve, të cilët janë paraqitur me simptoma të gripit stinor edhe të infeksioneve të sipërme respiratore. Grup mosha ka qenë 35-60 vjeç, mund të themi, të sëmurët kronik kanë patur simptoma më të theksuara. Në muajin mars kemi vënë re se gripi stinor është ndërlikuar edhe me alergjitë stinore. Personat që kanë qenë me azmë bronkiale janë përkeqësuar dhe kanë pasur një kohë rikuperimi më të ngadaltë. Gjithashtu ka pasur rinite të vazhdueshme dhe të shpeshta. Sipas bluzave të bardha, kjo është një periudhë delikate, sidomos për shkak të ndryshimit të stinëve. Ne këshillojmë që pacientët të rinë në ambiente më pak të populluara, të ruajnë higjienën, të marrin medikamente të cilat rrisin imunitetin, si vitaminë C, vitaminë D, të cilat janë parandaluese të gripit. Mjekët këshillojnë që për çdo simptom të shfaqur, është e domosdoshme të konsultoheni me specialistët përkatës. Këlcyra, fal bukurive të shumta natyrore, investimeve të qeverisë dhe angazhimeve të banorëve, po shndërrohet e gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar turistik. Të gjitha këto faktorë kanë kontribuar në rritjen e numrit të vizitorëve, si vendas ashtu dhe të huaj. Mbi të gjitha, vetë banorët e Këlcyrës e shohin turizmin si një mundësi të artë për zhvillimin e ekonomisë së zonës. Këlcyra, vetëm 50 km larg qytetit të Gjirokastrës, e njohur për natyrën piktoreske, mikpritjen e banorëve. Vitet e fundit ka përjetuar ndryshime pozitive, veçanërisht pas shpalljes së vjosës park kombëtar. Këto zhvillime e kanë nxitur rritjen e turizmit, duke bërë edhe një mundësi të rëndësishme për punësimin e shumë banorëve të zonës. Banorët e Këlcyrës dhe gjithë zonës janë mikpritësa. Njerëz që kanë trashëguar mikpritjen, dashamirësinë e çdo virtyt që ka shqiptari. Zona e Këlcyrës më tepër ka qenë blegtorale, kodrinor. Edhe këto lugina ka qenë fushor, kështu merresh me bujqësinë. Po më shumë blegtoral ka qenë, sidomos zona e Malçovës, e Mërtinjit e zonat e tjera. Rritin më tepër dhenë dhe. Mirëpritja e njerëzve është kryesorja, qetësia është kryesorja. Po të punohet, gjithmonë do ketë ndryshim. Turizmi është mundësi ekonomike, mundësi për të rinjt për të punësuar. Të preferuara ajo që ka pasur në tradit, agrokultura, lektoria. Këlcyra, e cila shtrihet mes maleve të Trebeshinës dhe Nëmëçkës dhe laget nga lumenjt Vjosa dhe Deshnic. Territori i saj njihet për shpellat, monumentet natyrore dhe historike, po shihet si një mundësi e mirë për banorët e zonës për zhvillimin e agroturizmit. Kisha e shenjtorit Mamas në Vrion të Finiqit ka një emër shumë të veçantë dhe të rrallë në të gjithë vendet e Ballkanit. Ky objekt kulti mbart një emër të shenjtorit të ardhur nga Azia e Vogël dhe ka tërhequr vëmendjen e shumë vizitorëve. Kisha e fshatit Vrion në Finiq mban një emër të cilin shumë rrallë e hasim në vendin tonë, në Ballkan e më gjerë, atë të shenjtorit Mamas, i cili ka lindur në Azinë e Vogël në shekullin e 3 pas lindjes së Krishtit apo e rëson. Objekt kulti me emrin e shenjtorit Mamas vështirëse gjen në Greqi, duke përjashtuar ishut e Skiros dhe Kasos, si dhe në shtetin e Kipros. Ky fakt ka shfaqur interesin e vizitorëve vendase të huaj. Kisha u ndërtuar në vitin 1886 dhe është rrafshuar 2 herë, ku herën e fundit e shkatroi sistemi ateist totalitar dhe rindërtuan banorët e fshatit në fillim të viteve 90. Shenjtor u shfaq për neve për herë të parë që edhe vetë fshatarët nuk e dinin se ishte një shenjtor i tillë. Por thonë se i quajturi Spiros Rosso, i cili kishte ardhur nga Kefallonia në tërmetët që u bën në 1860 ca, erdhi këtu, erdhi me shumë para, me shumë kështu, edhe ndërtoi këtë kishë. Ai ishte sponsorizuesi i kishës të Shën Mamandit. Thonë se ai ka parë një ëndër dhe ju shfaqë Shën Mamandi në gjumë
edhe vendosi emrin Shen Mamand. Kështu thoshin fshatarët, kështu u ka thënë ai, edhe kështu thoshin të gjithë fshatarët. Si e keni mirëmbajtur kishën gjithë këto vite? Kisha në vitin 1967 u rrafshua, komplet. U detyrua fshati, që sa në u hapen kufi, sa u shpall demokracia, me njerë filluan kontribuan që të gjithë dhe e ndërtuan si që ka qenë kishën, pa kontributin e tjerëvet. Është vetëm e rindërtuar vetëm nga fshati. Fshati Vrion ka në jurisdikcion e tij territorial edhe disa kisha të tjera, ku ndër kryesorët janë kisha e Shën Thanasit dhe e shpërfitorimit të shpëtimtarit, ndërsa Shën Mamas feston çdo vit më 2 shtator, ku shumë emigrant kthehen në vendlindje. Në Bashkinë e Finiqit filluan përgatitjet për kremtimin e 204 vjetorit të fillimit të revolucionit grek kundër pushtuesve Osman. Aktiviteti u organizua nga pushteti vendor dhe zyra vendore arsimore. 25 marsi shënon ditën e festës kombëtare të Greqisë, e cila simbolizon fillimin e revolucionit të popullit grek kundër sultanisëve otoman në vitin 1821. Si çdo përvjetor, edhe si vjetot organizohen aktivitete nga pushteti vendor në Finiqi dhe Dropull, si dhe nga trupi diplomatik i Greqisë në vendin tonë. Në njësinë vendore të Finikit tashmë kanë filluar përgatitjet e aktiviteteve që do zhvillohen ditën e martë në sheshin qendror të Livadias, pas një bashkëpunimi midis bashkisë dhe zyrës vendore arsimore. Kjo veprimtari ka një parakalim në Livadia, ku do marrin pjesë të gjitha shkollat e bashkisë, biles edhe nga punonjës të forcave jashtëfikës, të policisë, biles e shmenduar që edhe një grup pensionistësh të parakaloj në atë ceremoni. Pastaj ka një koncert të bukur artistik, ku nga të gjitha shkollat është bërë një grup artistik me teatro, me këngë, me recitime, me valle tradicionale për atë eveniment, për kushtuar, domethënë, edhe tematika e gjithë për festën kombëtare të Greqisë. Aktivitetet të ngjashme do të zhvillohen edhe në Dropull, ndërsa trupi diplomatik i Greqisë në vendin tonë ka njoftuar se do të organizojë ceremoninë në Tiranë, Gjirokastër dhe Korçë. Mbrëmjen e djeshme, sheshi i Çerçizit në Gjirokastër u mbush me ngjyra dhe muzikë në një atmosferë festive. Qendra e fëmijëve Fato Berberi organizoi koncertin me rastin e karnavaleve. Fëmijët sollën këngë, valle dhe shumë gëzim për të pranishmit. Mes tyre nuk munguan as turistë të huaj që shijuan këtë aktivitet të veçantë. Në qytetin e Gjirokastrës, mbrëmjen e djeshme u zhvillua një koncert festiv me rastin e karnavaleve, organizuar nga Qendra e fëmijëve Fato Berberi. Ishin vetë fëmijët protagonistë të këtij aktiviteti, duke sjellë muzikë, këngë dhe valle me shumë ngjyra gëzim. Kemi dalë për të festuar karnavalet, ne do të luajmë një pjesë me violinë që e cila është Bella Ciao dhe Tarantella. Ne shpresoj të ju pëlqejmë dhe shpresoj të dalim. Sot do festojmë karnavalin në sheshin e Çerçizit Gjirokastër. Unë dhe grupi im në violin do të luajmë pjesën Tarantella dhe Bella Ciao. Përveç atmosferës janë dhe veshjet karakteristike dhe pjesët që kemi zgjedhur janë shumë të bukura, për shembull ritmike dhe i përshtaten kësaj atmosfere. Në këtë atmosferë festive nuk munguan as turistët e huaj, të cilët shprehën kënaqësinë që ndodheshin në qytetin e Gurt për të përjetuar këtë festë të veçantë. Është shumë bukur këtu, ka shumë njerëz dhe po kënaqemi nga atmosfera e krijuar për karnavalet. Gjirokastra është shumë e bukur. Kemi vizituar Kalan e Gurt, pazarin dhe muzet na pëlqyen shumë. Një qytet shumë i këndshëm me rrugica karakteristike dhe shtëpi të bukura me arkitekturë të veçantë. Është bukur të festosh karnavalet këtu, po e shijojmë koncertin e karnavaleve dhe atmosferën e krijuar. Një aktivitet që solli gjallëri në qytet duke i dhënë jetë traditës së karnavaleve dhe duke i bërë fëmijët pjesë të një feste që bashkon komunitetin. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.